autoritetet ndërkombëtare, Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka deklaruar dhe rideklaruar se në 21 janar Partia Socialiste kishte agjendë dhune. Kishte agjendë dhune. Ku janë ata mbështetësit e saj? Nuk janë këtu. Ta marrin vesh atë. Pra kishte agjendë dhune. Kjo është e vërteta. Dhe pikrisht kjo deklarat është bërë shkak që të mos thirrem unë për të pyetur në një proces për një ngjarje dramatike që u kushtoi jetën 4 demonstruesve, plagosjen mbi 120 policëve e të tjerë. Tani, dëshminë time, ju mund të rrëmoni sa të doni, por do gjeni ato që kam thënë. Ishte një proces normal, duhet apoj këtu prit. Në qoftë se këta që ishën aty zhvilluar një procedurë në përputhje me ligjin dhe rregullat, kjo nuk mund të thuhet për Dumanin, që po pinte kafe me kë thuhet ti, Klodiana, ta them unë. Jo me pojen, po me këtë të fundit, me i mori 5 milion këtë që thot Farukun, Kreshnik Farukun. Po pinte kafe me Kreshnik Farukun. Po i shkoj dhe në kam, i shkoj dhe në manz Kreshnik Farukun, dhe nuk thlet gjë, hesht si fia e barit. A i do hesht, po nuk hesht, se umroj interesat publike. Dhe tani prisni një minutë. Thirrja një njeriu për të dëshmuar, në këtë institucion është procedura më normale.